rezervoj të drejtën të mos flas fare. I kanë thënë të gjitha për Durrësin. Durrësi me situata është alarmante. Po Durrësi me një profesor po diskutonim, ai i çështjeve të urbanistikës dhe më tha sa rreshtje kanë rënë. 24.6 mm kanë rënë ditën e djeshme që është bërë nami në Durrës dhe duhet dalë me gomone. Është skandaloze. Pra janë të pakta në raport me rreshtjet janë shumë të pakta. Por domethënë është njësoj, 24.6 për gjithë ata që na ndjekin janë 44 litra ujë në 1 metër katror. Kjo ka rënë në 24 orë. Pra a ka aftësi thithse Durrësi apo kulluese apo Imagjinoj po të rënë në një rreshje më të madhe. Po patjetër Durrësi ka patur raste me rreshje 180 në 24 orë. Të mos flasim për Tiranën dhe Shkodrën, të cilat janë 5 vite të fundit sa ka ndryshuar Durrësi? Ka ndryshuar nga pikpamja e fatkeqësisë natyrore apo e përmbytjeve nuk ka ndryshuar fare. Përmbytet me 27 mm, sot përmbytet me 30 apo me 40 apo me 60. Durrësi përmbytet nga shkaqe të tjera. Nëse unë ndoq me vëmendje lidhjen me Durrësin, përmbytet një banakir të harroj çezmën hapur edhe përmbytet. Domethënë është e dhimbshme ta thuash, po edhe ta pranosh, po kjo është e vërteta, sepse një nga zonjat që doli dhe tha që nuk i di nga erdhi ky ujë sepse rreshtet kanë pushuar. Pra, nga diku tjetër vjen. A ka kanale, ka sistemime të lumejve të përrejnve? A kanë funksionuar hidrovore të tjerë? Nuk është çështje që më takon mua, po pra në 5 vite, ndalemi tek fusha që ti praktikisht je... Sasja rreshjeve nuk është se ka ndryshuar shumë. Si sasi, por sjellja e saj në afate kohore ka ndryshuar totalisht. Do thonë, për ta thënë më thjesht për gjithë ata që na ndjekin, që sasitë mujore vinë në 2 apo 3 ditë, që duhet vinë në gjatë gjithë muajit. Dhe ka raste që rreshjet në vetëm 3-4 orë kanë intensitete mjaft të larta dhe në fakt Durrësi e përliq ujin e ditës së djeshme nëpër rrugët e Durrësit për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve, sepse intensiteti i lartë i rreshjit do thotë 1 mm në 1 minutë, 10 mm në 10 minuta quhet intensitet i lartë. Dhe intensitet ekstremisht i lartë është diku tek 2 fishi 20 mm në 20 minuta, që do thotë pati diku tek 23, pati në 15 minuta, ky që intensiteti më i lartë për Durrësin dhe e përligj atë ujin nëpër rrugë. Por nuk përligj ato që uji vijon të jetë ende nëpër rrugë, që nga dita e djeshme dhe sot.